El Clasico i basketbollit kosovar u zhvillua në Vlorë. Trepça e Sigal Prishtina u ndershën në gjysmëfinale të Ligës Unike. Përballja mes rivalëve të vjetër ishte dramatike me fituesin që u mësua në sekondat e fundit. Qereku i pari takoi Sigal Prishtinës, të cilët e mbyllën këto 10 minutësh me 4 pike përsi 28-24. Trepça shtoi ritmin në qerekun pasues, në të cilin dominoi për të shkuar në pushim me 5 pikë avantazh. Qereku i tretë nuk e zgjidhi çështjen e fituesit pasi skuadrat hynë në 10 minutëshin final me 3 pikë dallim. Trepça avancoi 84-80 pas 30 minutave. E periudha e fundit ishte dramatike me epërsinë që ndryshoi krah shpeshherë. Prishtina avancoi 80-77 3 minuta para fundit pas dyshës nga amerikani Dante Clark. Trepça më pas mori epërsinë 82-80 me 3 pikshin e Mikajlit Music. Deri në fund Prishtina nuk ishte produktive në sulm për ta humbur duelin gjysmëfinal. Trepça triumfoi 83-80 për të kaluar në finale. Aty e pret përballja me Golden Eagle Yllin që eliminoi Pejën. Ndeshja finale zhvillohet të dielën nga ora 19 dhe transmetohet në Art Motion.